të flasim për portin e Durrësit pas anulimit të tenderit të parapara për të shpallur në datë 9 mars, por çfarë ndodh tani në vazhdim? Megjithatë, do të ndalemi edhe tek procedura dhe prapaskenët. Për gjitha këto, kam deri në kënaqësinë të kem të ftuar zotin Mark Crawford, ish kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Tiranë. Mark, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. E gjithë procedura e anulimit në perceptimin publik është lindi dhe erdhi pas letrës pasardhësit tuaj. Por nëse mund na zbuloni diçka më shumë, a është dorë amerikane kjo e gjitha apo me të vërtet besoni që ishin kostot e larta nga ndikimi i fundit, sidomos edhe asaj që po ndodh lindjen e mesme edhe më tej, rritjen e financave, vlerës së investimit që e bën firmën që të rriqej. Pra ka diçka që mund të dyshojmë? Duhet të kuptojmë që këta letra që ishte dërguar nga Greg Van Cleave ishte një letër nga ati si person, si individ. Ai është sipërmarrës, ka biznesin e tij privat. Ne si Dhomë Amerikane jemi një përmbledhje e biznesit privat, edhe mund të jemi vullnetar si kryetari i dhomës ose antar të bordit, por vazhdojmë me bizneset ton privat, siç e bëra edhe unë kur isha unë kryetari. Kështu që nuk do të thotë që nëse një nga bordit ka një propozim që vjen nga dhoma as nga qeveria amerikane. Por prapë, unë e pash letrën, e pash që ishte dërguar në mënyrë private, direkt të kryeministri dhe të qeveria. Edhe për mua ishte shumë arsyeshëm që nëse kemi mundësi për të bërë një port më të madh dhe më të mirë, pse të mos shqyrojmë të rishikojmë situatën. Nëse ka edhe dyshim që ndoshta edhe rusët janë mbrapa disa nga investitorët, këta është edhe një shqetësim tjetër. Por për mua ishte tepër më normal për Grantin të bëj këtë propozim, bile ndoshta ai nuk ishte parashikuar që do dalë në publik. Qeveria mund të reagojë siç do, në fundi shqiptarët që duhet të vendosin për këtë, edhe ata mund të kishin vendosur pro ose kundër. Unë e pash ose kam dëgjuar që tenderi që ekziston ka dështuar sepse ata që kanë fituar nuk kanë përmbushur kushtet për të ofruar të dhënat financiare ose kishin një afat kohore që nuk kanë përmbush. Ata që kanë parë direkt nga kryeministri kur ai ishte në mbledhjen e partisë së tij, ai tha që ne do vazhdojmë me projektin siç e kemi, do vazhdojmë edhe nuk do jemi sabatuar, nuk do dëgjojmë ata që kanë mendime të tjera, nuk do dëgjojmë ata që mund të jenë xheloz. Edhe është drejtë e tij të bëj këtë. Normalisht këtë bëhet mbrapsken, por okay, bëri në publik. Por ditën e nesërme ishte pezulluar situata atje. Kështu që ndoshta është edhe situata që ata nuk kishin përmbushur kushtet edhe thjesht këta mund të jetë një arsye dhe pikë. Por nëse kishte dyshim më tepër për kush janë mbrapa ata investitorët, ose kishin ndonjë ndryshim tepër sepse ne e dim tani që Partia Socialiste, sidomos ishte nën kryeministri, është nën presion nga brenda dhe jashtë për ata situatët që ka. Ndoshta këta është diçka që shton pikpyetje për veprimet kanë bërë ose kanë ndodhur. Ju tha që letra kishte më shumë karakter individual, sepse është vetë biznesmen, kryetari i Dhomës së Tregtisë pra amerikane në Tiranë. Por në fakt premtimet e tij nuk kishin karakter individual, sepse pas ai, domethënë, fliste në letër që porti mund të bëhet më i madh me investime, ku mund të fshihet qeveria amerikane, turke, hollandeze, italiane. Pra, nuk është se besoj flisjen në emër të vetin në këtë premtim për të ardhmen, për zgjerimin e portit dhe për investimet. Për mua, ai folli si një Amerikan, domethënë, është vërtet që mund të bëhet më madh, ndoshta është vërtet që mund të përfshijë më shumë antarët e NATO-s ose standardet e NATO-s ose të ngrim kapacitetin për gazin për LNG. Këtë është tepër normal, është brenda kontekstin e më paktën nga synimin
të evropianet edhe standardet të tjerë që kam parë që janë publikuar, edhe është brenda agendën e Shtëpinë e Bardhë nën presidenti Trump. Kështu që këta është diçka që është publik dhe kuptohet që ai mund të kishte referuar ose nën kuptuar këta gjëra që janë fakte dhe janë publik në propozimet e tij, por teknikisht ishte një propozim nga një supermarkes privat. Kuptohet që nëse nuk e di, unë e njoh Grant shumë mirë edhe mbështes projektin, por nuk jam përfshirë atje drejt për drejt. Nuk e di nëse ambasada kishin ndonjë mendim ose jo, por në fundit ai ka të drejtë për të bërë propozimin e tij direkt privatizisht te qeveria edhe punë të tjera që si do reagojnë. Në media është folur për një sabotim të mundshëm, por edhe krahasimi gjithmonë bëhet me portin e Pireut dhe Selanikut. Pra, i bie rrjedhimisht në thojza nëse mund të themi armiq janë ata që ndoshta nuk e duan zërimin e portit, apo gabohen? Po, kuptohet që ata që janë konkurrencë janë ata portet që janë më të afër. Kështu që ka ndonjë incentiv pervers nëse ata që mbizotrojnë portin që mund të jetë konkurrent janë përfshirë drejt për drejt ose në një mënyrë jo direkt në portin e Shqipërisë, sepse kanë interes të tyre të mos zhvillojnë as portin, edhe nëse nuk zhvillohet portin, nuk do zhvillohet Shqipëria, edhe do ketë ndikim në Kosovë, sepse portin e Durrësit do takojë edhe lidhjet në Kosovë. Kështu që sa më mirë, sa më madh, sa më shumë lidhjet që mund të kemi me standardet të BE-s, për mua është më mirë, sepse tani ne po fusim tavanin në ekonomi. Nëse kemi një port të vogël, do thotë që ekonomia është kufizuar në një farë mënyrë, me ata pjesë të ekonomisë që është lidhur me importit ose eksportit. Kështu që këta është diçka që ka efekt dhe do ketë efekt, siç ishte përmendur nga Granti, që mund të ketë efekt për një shekull. Kështu që është mirë të shikojmë mundësie edhe gjithë mundësi që mund të bëjmë. Nëse ka dyshim për interese të tjerave që janë përfshirë, ndoshta ishte mirë që ishte pezulluar, por me sa që pash unë ata nuk ishin plotësuar kushtet, kështu që nuk janë në DNI tamam. Edhe kjo është një dilemë vetes, edhe ministri ishte pak kontradiktor aty. Por nëse do merret parasysh plani amerikan, si e parashikoni ju që mund ndryshojë harta e Ballkanit? Me portin e Durrësit të bërë ashtu sikur kërkohet pra nga kryetari i Dhomës së Tregtisë në Tiranë, tek letra që ai kishte shkruar. Por nuk jam ekspert në këtë fushë. Unë besoj që nga ekonomia e që Durrësi mund bëhet epiqendra duke parakaluar Pireun dhe Selanikun, pra për gjithë Ballkanin. Për gjithë Ballkanin besoj që mundet, sepse gjeografikisht jemi më të afër nga ata, por duhet lidhur edhe me një zhvillimin e Hekurdhës, duhet lidhje me disa zhvillime të tjera. Besoj që vetëm porti është një hap në zinxhirin e rritjes së ekonomisë. Për momentin jemi shumë mbrapa në Greqi, këta kuptohet. Edhe mund të jemi edhe më mbrapa Kroacia dhe Mallzi, por ne kemi një shans tani të kapërcejmë ata në disa elemente. Kështu që këta si logjik për mua ka të drejtë. Dhe nëse ne fillojmë me një vizion që është më i vogël, do rrim në fund me një rezultat që është edhe më të vogël. Kështu që do të diskutosh shkrepse. Po ndoshta rrezikojmë që të vetemi edhe pa port fare, sepse investitori pra Alabari po bën presion për të rinisur punimet aty për ndërtuar pallatet. Ka rrezik që të ndodhë edhe kjo, që nga një port gjigant që planifikojmë dhe është dëshira që të bëhet, nga një pjesë të paktën, tani mund të bëhemi pa gjë fare. Të jemi pa port. Këta do ishte shumë, le të themi, humbje e shansit. Besoj që Shqipëria ka shumë bregdet
edhe ka shumë mundësi për ata që duhet të ndërtojnë hotelet ose pallatet në vende të tjera, por nuk do ketë shumë portet. Kështu që besoj që prioriteti duhet të jetë portin, nëse ka edhe lidhjet me ushtrie përmes NATO-n, këtë është prioriteti i parë, edhe çdo gjë duhet të jetë sekondare me këtë. Pra edhe çështja aq më tepër e NATO-s tani duke pas parasysh edhe situatën gjeopolitike. Po. Edhe besoj që Shqipëria do ketë një rol më të madh, jo vetëm për Ballkan, sepse tani është përfolur që Shqipëria dhe Kosova do jenë përfshirë në Gaza, kështu që sa më shumë lidhje që kemi ne me portin, me aeroportin, me gjithë transportin, aq më pozitiv, sepse nga ata 5 pompet që janë përmendur në lidhje me Gaza, Shqipëria është më të afër, kështu që besoj që ka edhe disa elemente që janë, domethënë se jo vetëm për Ballkanët, por edhe për rajonin. Jeni kënaqur me klimën e biznesit nga 2013 dhe tani si ka ardhur kurba, në ulje apo në ngritje? Unë jam fokusuar në disa projekte, jo gjithmonë këtu në Shqipëri. Ata që kanë në Shqipëri janë më shumë në financë, kështu që ata janë stabil. Unë kam parë dy, le të themi, vizion për ekonomi. Një po shkon shumë mirë dhe një është akoma vështirë. Ata që janë përfshirë me le të themi pasuria që janë nuk janë patunshëm, janë më shumë si IT ose diçka që nuk preket me dorë, ata po shkojnë shumë mirë. Ata që janë lidhur me ndërtimet po shkojnë mirë, por kanë dyshim edhe me pasuri parash, edhe me gjëra të tilla. Ata që janë në prodhim, në përgjithësi kanë pas vështirësi. Kështu që sa më shumë lidhje projekti ka me pasuri patunshme, aq më vështirë ka qenë. Shqipëria si vend, si një pikë për të bërë bizneset në cybersecurity, besoj që do zhvillohet. Në pikë që bëhet me financë është stabil. Një pikë që bëhet me ndërtim ka pasi ngritje, por nëse është lidhur me burimet e dyshimit, këta do jetë vetëm një diçka përkohshme. Zoti Crawford, si shikoni përtej bordit paqes në vitin e dytë të mandatit të dytë të presidencës së zotit Trump, ambasadën amerikane në Tiranë, duke sigur ka një tërheqje si të lehtë, si domethënë ndoshta e distancuar, jo shumë e pranishme në zhvillimet politike, më parë mësuar, edhe nëse do marrim rastin e shembullit të zonjës Balluku për imunitetin, ndërkohë që po ta krahasoni më përpara mund të kishim ja 3-4 deklarata. Ose vizita në kryeministri, por tani duket sikur më e tërhequr. Jam gabuar unë në këtë gjykim apo edhe ju kështu mendoni? Këtë është diçka që për mua është më normale, se normalisht në çdo kom në botë, ambasada amerikane nuk është në front page në media, domethënë për mua, nuk bën deklarat për javë në media. Ka shumë punë që bën edhe vazhdojnë të bëjnë, edhe besoj që edhe këtu të ambasada amerikane ata vazhdojnë siç kanë qenë, por ndoshta janë më shumë diplomatë dhe janë brapa skena. Kështu që këtë është diçka që është tepër normale, ne kemi një chargé d'affaires që është shumë e aftë, ajo është me fuqi plot për të bërë çdo gjë që është kërkuar nga sekretari Rubio dhe Departamenti i Shtetit. Kështu që nuk kemi ambasador, por asnjë kom në Ballkan Perëndimor ka një ambasador për momentin. Këta ka disa arsye, edhe nuk kanë lidhje drejt për drejt me Shqipërinë as me qeverinë këtu. Është që brenda Amerikës, situata brenda vendimet të administratës Trumpit. Por unë e shoh që ata kanë qenë më të tërhequr nga një pikpamje, por këta situatë është më se normale të jetë më të hequr, sepse nuk ishte shumë normale përpara që ambasada ishte pothuajse për ditë ose për javë në media duke bërë deklarate. Normalisht ambasadat bëjnë gjërat për mbrapa skena. Edhe diçka të fundit kam në aspektin ekonomik. Mendoni që konflikti në lindje do na prek më shumë se kaq, pra do fillohet apo gjërat pak a pak do shkojnë aty ku ishin? Do kthehemi në normalitet shpejt.
Unë shpresoj që do kthehemi në normalitet i shpejt. Unë jam pjesë të Partisë Republikane dhe kam një zë atje, por unë kam votuar pjesërisht për Trump, sepse ai tha që nuk do fusemi prapë në luftë në lindje e mesme. Kështu që e kuptoj që nga një herë duhet të bëjmë aksion për disa arsye, për sigurimin e kombit dhe aleatët tonë. Dhe këta kemi bërë edhe përpara, por nuk besoj që Amerikanët kanë ureks për një luftë të gjatë atje. Unë e kam parë që kur ne bëjmë regime change edhe ndryshojmë udhëheqjet e kombet të tjera, ne mund të bëjmë këta, por nuk ka pas një rezultat shumë të dur. Edhe për momentin ne kemi heq Ayatollah Khomeini i vjetër edhe kemi zvoncuar me Ayatollah Khomeini tjetër. Edhe demokracia nuk mund të importohet. Vetëm këta nuk duhet të ishte qëllimi i aksioneve. Nëse qëllimi i aksioneve ishte për të degraduar mundësitë të tjera për të nisë një roket ose armë bërthamore, këta është diçka tjetër. Por unë besoj që ne shumë shpejt do vim në një pikë që duhet të vendosim a kemi arrit qëllimin që kemi për punë që kemi për të bërë në Iran. Për vendet e tjera besoj që është në rrugën e duhur. Trumpi solli paqen ose një formë të paqes. Edhe ishte një situatë delikate dhe shumë vështirë në Gazë. Edhe kur ai solli paqe, nuk është që solli paqe që ishte shumë pozitiv, por aq që mund të bëj ai bëri. Edhe shpresoj që edhe Kosovë edhe Shqipëri do jetë një pjesë pozitiv të ardhmen për situatën atje, se këto është diçka që është shumë vështirë dhe ndërlikuar. Por besoj që Shqipëria dhe Kosova kanë marrëdhënie pozitive me perëndimore dhe me lindje dhe me bota islamike dhe me Izrael. Kështu që kemi një shans dhe kaq na duhet shans për të bërë gjë pozitiv. Kështu që shpresoj që do kemi edhe shumë paqe shumë shpejt me Iran. Derisa të kemi paqe, ne e dim që Iran është duke shëmbuar kombet të tjera kibernetike dhe raketet. Unë nuk kam shumë frikë për raketet këtu, por për sulm kibernetik. Një sulm në kuvent, administrata e kuventit. Po, këta është duke ndodhur, ka ndodhur përpara dhe do vazhdoj të. Kështu që këta, nëse do isha unë pjesë të vendimtarët në Shqipëri, nëse jemi duke folur për ata 5% të NATO-s, ku do shkoj investimet, unë do shkoj të investoj në mbrojtje kibernetike, në mbrojtje nga armët biologjike, si që ishte Covid, dashje pa dashje kështu ndodhi. Kuptohet ne duhet edhe fishek edhe gjëra të tjera, por besoj që Shqipëria do ketë një sulm kibernetike më shumë se një luftë drejt për drejt. Pra mendoni që mund vazhdoj kemi prapë sulme kibernetike? Unë nuk e kam parë ndonjë shenjë që këta do ndaloj. Këta është diçka që ka ndodhur përpara dhe është duke ndodhur që tani. Marko, të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjet që trajtuam. Ti jam i njohur shumë. Faleminderit. Të uroj më të mira. Të falenderoj.